Në prag të muajit të bekuar të Ramazanit, sheshi i qytetit në Gostivar ishte mbushur me harmoni dhe atmosferën e muajit të shenjtë të besimtarëve. Muftinia e Gostivarit së bashku me nxënësit e medreses realizuan aktivitetin e përvitshëm, ndarjen e dhuratave të Ramazanit me simbolikën më të bukur të këtij muaji, hurmat. Përmes këtij aktiviteti, ata përcollën mesazhin se përgatitja për Ramazan fillon nga zemra, ndërsa virtytet e këtij muaji duhet të bëhen pjesë e përditshmërisë sonë përgjithmonë. Kështu deklaroi referenti për çështje fetare arsimore në Muftininë e Gostivarit, Mallxim Zendeli, i cili paralajmëroi se sonte është taravia e parë e muajit më të mirë të vitit, ndërsa i uroi besimtarët për agjerim të lehtë dhe lutje të pranuara. Muftinia e Bashkisë Fetare Islame në Gostivar, së bashku në koorganizim me shkollën për arsim të mesëm, Medreseja Isabeu Paralelja e Vajzave në Gostivar, me stafin arsimor, me nxënëset e saja, e bëjmë me shpërndarjen e ëmbëlsirave, gjithsesi hurmave të cilat janë simbol edhe i iftarit edhe i sifirit. Më lejoni sot që në emër të muftiut të Muftinisë Bashkisë Fetare Islame në Gostivar, si bartës i të gjitha aktiviteteve të cilat janë duke ndodhur dhe do ndodhin edhe më tepër në muajin e bekuar të Ramazanit, në emër të koordinatorit të Medreses Isabeu Paralelja e Vajzave në Gostivar, profesor Afrim Efendi Alia, të gjithë besimtarëve islam, të dëshirojmë hyrje në muajin e bekuar të Ramazanit, të dëshirojmë edhe faljen e parë të namazit të teravive sonte dhe inshallah në ditën në vazhdim me agjerim të pranuar dhe të lehtë. Ramazani është muaji i dritës së brendshme, i lutjes së sinqertë dhe i afrimit me Krijuesin. Ai na mëson se vlera e vërtetë e njeriut qëndron në devotshmëri, në durim dhe në bujari. Prandaj, kjo ditë para fillimit të tij është një ogur i mirë, një hap i parë drejt një muaji të plotë me begati.